Po i bëhen pothuajse 6 vjet në pushtet, e me siguri do t'i ketë edhe spaku 4 të tjera. Por Donika Gërvalla vazhdon ta ketë gojën plot me refrenin e vjetër e monoton të 20 vjeçarit të kaluar. Në të kaluarën, me shifra të korrupsionit dhe ju e dini mjaft mirë se si ka funksionuar korrupsioni. Keqpërdorimi i postit për familjarizëm, për pasurim dhe për shumë tema të tjera. Ka pasuri të pa imagjinueshme të njerëzve që pretendojnë që kanë marrë gjithmonë vetëm pagën e shtetit. E bindur në akuzat që i artikulon, megjithse pas një fakte vetëm, thotë se megjithë këtë, në prokurorisë s'mund të shkoj. Mos më thoni shkon prokurori, sepse në prokurori mund të shkoj. Në prokurorit brenda Kosovës jo, nuk ju beson. Por në një prokurori për te i kufirit, ajo edhe mund të shkoj. Ku i ki dërgu të dokumenta? Cili sistem i drejtësisë do të merret me to? Gjykata speciale? Po. Do të dërgu prej tyre, po. E ftohtë është arkiva mediale, pavarësisht pendesës që mund t'i ketë ardhur ndërkohë, për fjalët që dikur i thoshte me ton, ndonë se tash përpiqet të tërhiqet. 2 herë në atë intervistë thuhet jo. Pra Donika Gërvalla Shfarc, pa i lëvizur qërpiku, më 20 prill 2016, deklaronte pa hezitueshëm se jo do të dërgonte, por po ka dërguar dëshminë speciale kundër i shkrerëve të UÇK-s, pavarësisht kundërthënieve e mohimeve më pas, edhe sot pas 10 vitesh. 2 herë në atë intervistë thuhet jo. Unë pytem 2 herë nga kolegët e juaj. Cili sistem i drejtësisë do të merret me to? Gjykata speciale? Po. Pra, për këtë Donik, Gërvalla Shfarc, Albin Kurti ka vendosur se në qeverinë e tij, askush më mirë se ajo, nuk do ta ushtroj postin e ministres së drejtësisë. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvalla. Për këtë pozitë, Kurti ka vendosur disa kushte të panegociueshme, që vetëm një si Donika Gërvalla mund t'i plotësojë. Në krye të tyre, mosbesimi plot ndaj sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sistemi i drejtësisë i pareformuar, pa vetting, instrumentalizohet nga disa. Kushti i dytë, i rëndësishëm sa i pari, gojën plot akuza dhe përbuzje për institucionin që ruan aktin më të lartë juridik të vendit, gjykatën kushtetuese. Jemi përballur me një bllokatë të jashtëzakonshme institucionale, të cilës zbulën ja ka dhënë së fundi gjykata kushtetuese me mazat e përkohshme me kërkesë të listës sërbe. Si ministre, Gërvalla mund ta jetësojë edhe hakmarrjen për atë akuzën që prokuroria guxoi t'ia ngre për mos deklarim të pasurisë. Aty këtu edhe ndonjë sulm brutal e kërcënim ndë rreshta ndaj pretendentit për kryeprokuror të shtetit, të cilin nuk e duan asnjë nga krerët e shtetit, siç deklaronte patrupsisht shefi i po të njëjtës. Pikërisht ky prokuror dëshiron të bëhet kryeprokuror përkundër vullnetit të presidentes të Republikës, të kryeparlamentarit të Kosovës dhe të kryeministrit të qeverisë. E pabesueshme e di, por Gërvalla shkruante me datën 27 maj 2025 në Facebook se kryeprokurori i specialës, Vlerimi Sufaj, bën inskenim të gërditshëm, vetëm se guxon t'ia shqetësoj Faton Pecin, ministrin shembullor. Paqka se shembullori i Donika Gërvallas është nën hetime për kaq shumë afera me potencial të madh korrupsioni. Por nëse për asgjë tjetër, Donika Gërvalla, postin e ministrës, e meriton për servilitetin e pashembull që e tregon ndaj shefave. Si ky rasti konkret kur u tregua e gatshme t'i paguaj Gjob 13.000 euro, para të shtetit, vetëm që të mos bënte publike shpenzimet e burrit të Vjosa Osmanit, prindonit, sa udhëheqte në Ministrinë e Jashtme. Ama për drejtësi është, madje ka fort në qejf byron për konfiskimin e pasurisë të pajustifikueshme. Secili njeri që pagën e ka pas 500 euro, edhe vilën e ka 4 milion, do të detyrohet t'japi llogari me çfarë parash e ndërtoi. Gjithsesi, për t'i penguar milionat e parsyetueshëm Gërvallës, ekziston një kusht i patikalueshëm. Milionat, shtëpit, pasuria nuk duhet të jenë të Vjosa Osmanit për shembull. As të Martin Berishajt nuk duhet jenë. Tema e Martin Berishajt është konsumuar, se du t'ju interesoj juve pse ka ai nevojë paratë e tij. Ti nxjerr nga banka. Pra nuk heq dorë nga akuzat për korrupsionin, përveç kur preken emrat që ajo i ka në ombrellën e koalicionit. Aty fillon trajtimi me standarde dyfisht për drejtësinë, dhe drejtësia është e nevojshme, vetëm kur përputhet me interesin politik të radhës. Dhe përkundërse me vite janë shërbyer me aferën Pronto, të nxjerrur nga mediat, e vlerëson se në këtë pushtet
mediat s'janë për të nxjerrë afera. Aferën nuk mund ta shpallin mediat, Kështu pritet të duket Ministria e Drejtësisë, me ministren që qasjen për drejtësinë e ka selektive, e inatin politik, absolut. Një drejtësi që e urdhëron politika dhe e financon hakmarrja. Donika Gërvalla është edhe vërtetimi se Albin Kurti, i dem për drejtësinë, nëse do të përdornim fjalorin e mikës së tij politike, e ka. Te Hugo Chavezi.